Me qëllim të rritjes së sigurisë në trafikun rrugor gjatë sezonit të verës, kur qarkullimi i automjeteve dhe udhëtarëve është më i madh dhe mirëpritjes së bashkëdhetarëve, Policia e Kosovës lanson fushatën vetëdijsuese Mirë se erdhët në Republikën e Kosovës. Broshura përmban disa këshilla njoftuese rreth pjesëmarrjes në trafik, si dhe udhëzimet praktike që çdo pjesëmarrës duhet i ketë parasysh me të hyrë në Republikën e Kosovës. Meqense shkaktarët më të shpesh të aksidenteve vazhdojnë të jenë të kalimi shpejtësisë, të kalimi në vendet të ndaluara, pakujdesia, lodhja, përdorimi i telefonit e vozitja në ndikim të alkoolit. Andaj për këtë arsye kërkohet respektim i rregullave të trafikut. Policia e Kosovës përveç prezencës policore, pikave të kontrollit, do të ketë dhe patrullime në lëvizje me automjete që posedojnë pajisje inteligjente, kamera, radar, mobil dhe dron, të cilat identifikojnë dhe dëshmojnë kundërvajtësit në trafik, si te kalimin e shpejtësisë, te kalimin në vendet të ndaluara, mos vendosjen e rripit të sigurisë, përdorimit e telefonit gjatë drejtimit, automjetet e paregjistruara e kundërvajtjet të tjera, ku këto kundërvajtje shqiptohen edhe pa ndalim fizik të pjesëmarrësve dhe se të njëjtat gjoba dërgohen me postë në adresë të pronarit të mjetit. Njëkohësisht ju bëjmë thirrje të tregoni kujdes në trafik, të respektoni rregullat dhe të kontribuoni që këto pushime të përfundojnë vetëm me një kujtim të mirë. I lodhur pushoni, më mirë vonë në destinacion se sa kurrë.